Zhojnë. Rastet e fruthjet po rriten me shpejtësi në Kosovë. Përballë kësaj situate, Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike kërkon më shumë ndërgjegjësim dhe mbi të gjitha vaksinim. Nga ky institucion kanë bërë të ditur se nga 16 prill deri më 17 gusht janë regjistruar mbi 100 raste të reja me fruth. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës njofton se gjatë periudhës 16 prill 17 gusht 2026 në Kosovë janë raportuar gjithsej 137 raste të konfirmuara me fruth. Vetëm gjatë javës së fundit janë regjistruar 25 raste të reja. Sipas komunave, numri më i lartë i rasteve raportohet nga komuna e Prishtinës me 47 raste, Fush Kosovë me 34 raste, Ferizaj me 12 raste, Biliq me nga 8 raste, Kaçanik me 7 raste, Lipjan me 7 raste, Skenderaj Vushtri Drenas me nga 3 raste, Gjilan Shti me Shtërps dhe Deçan me nga 2 raste, si dhe me nga 1 rast komunat Gjakov, Graçanis, Mitrovic, Podujev dhe Viti. Derisa rastet me fruth janë në rritje, qendrat e mjekësive familjare bëjnë me dije se janë të furnizuara me vaksina. Derisa rastet me sëmundje në fruthit janë në rritje, autoritetet shëndetësore u bëjnë apel prindërve dhe kujdestarëve që t'i dërgojnë fëmijët e tyre që të realizojnë vaksinimin ndaj fruthit nëpër qendrat e mjekësisë familjare në mënyrë që ky numër të ulet sa më shpejt. Edhe qytetarët shprehen të shqetësuar me rastet e fruthit, por se thonë se prindërit po neglizhojnë vaksinimin e fëmijëve të tyre. Shumë shqetësuese. Ose me të vërtetën nuk e di ku po i marrin këto. Gjithmonë kemi besu shkencës, duhet me vazhdim me besu shkencës. Ju lutem, vaksinoni fëmijët. Mjekësia në Kosovë ka arritur shumë hapat përparimtar që besoj duhet një pas besim. Mjeku familjar në QKMF-n e Prishtinës, Ryshet Ismaili, ka shpjeguar simptomat kryesore të fruthit. Për fat të keq ka pasur teori të ndryshme që kanë të bëjnë me autizmin. Madje ne kemi edhe prindër që ka sjellë fëmijën derisa ka bërë 2 vjeç ose 3 vjeç me idenë se tani po flet edhe mund të vaksinohet. Kjo është keq kuptim shumë i madh. I sillni fëmijët që të vaksinohen sipas kalendarit të vaksinimit. Nga ana tjetër, infektologu Visar Gashi ka theksuar se mbrojtja plot nga fruthi kërkon 2 doza të vaksinës, jo vetëm 1. Sipas tij, në praktik shpesh ndodh që fëmijët të marrin vetëm 1 dozë, duke mbetur kështu më pak të mbrojtur ndaj sëmundjes. Që të mbahet në sanim ose të mbahet në kontroll kjo sëmundje, do të bëhet vaksinimi i fëmijëve, sa zakonisht bëhet me 2 doza. Doza parë merret në moshën 12 muaj apo 1 vjeçare dhe doza 2 moshën 6 vjeçare, cila sipas kalendarit në Kosovë është kjo me 2 doza domethënë. Fruthi është ndër sëmundjet më ngjitëse dhe transmetohet përmes ajrit. Rikthimi i sëmundjes në shumë raste lidhet drejt për drejt me mos ndërgjegjësimin për vaksinim.